Zotër Dauti, keni ardhur nga Amerika në Shkup, në tregoni aktivitetet tuaja të fundit, si kryetar, por edhe si shoqat shqiptar amerikan. Përshëndes, faleminderit për ftesën dhe respektin. Aktivitetet e fundit ishte interesant se sot minja pjesë në panairin e librit, edhe ishte diçka interesant për shkak se ishte për herën e parë që bëhet panairi i librit shqiptar këtu në Shkup, edhe kjo ishte diçka shumë emocionale për mua dhe u ndjeva mirë. Aktivitetet të ndryshme tani me Këshillin kemi pasur shumë, edhe mirë po për shkak të luftës që po bëhet në Iran, gjërat na kanë stagnuar pak. Edhe problemi më i madh është që me studentët gjuha shqipe. Një aktivist, një veprimtar nga shqiptar nga Amerika, si isha zhvillimet në ecën e shqiptarëve këtu në Ballkan? Po, zhvillimet pikë pari fajtori jemi na, se nuk kemi bërë brenda mbas rënies të komunizmit, kemi qenë pakës pasive, nuk kemi arritur ato që duam të arrim. Unë flas për shqiptarët në Maqedoni, se për shkak për Kosovë arritëm shumë se bëm një shtet shqiptar, shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, edhe është një ëndër e madhe. Po flas për në Ballkan, edhe me një keqardhje të madhe i pash studentët që isha këtu që protestuan ende për gjuhën shqipe. Edhe neve të drejtat shqiptar kemi pasur këtu në kohën e Jugosllavisë, kemi pasur sipas kushtetutës kemi qenë shtet formues, e kurse tani gjithë ato të drejta nuk kemi arritur asgjë për shkak se marrëveshja e Ohrit nuk është implementuar. Dhe se të ishte implementuar nuk do të ishte në pyetje sot gjuha shqipe, do të ishin gjëra të tjera. Por mbasi marrëveshja e Ohrit nuk është implementuar, atëherë kemi stagnuar në vitet 2000-2001. Zhvillimet e ardhshme, si i parashikoni? Po tani zhvillimet me të ardhshme politikanët janë fajtor për shkak se tani i përdorin fëmijët atje, i kanë nxjerrë në rrugë të Shkupit atje, të kërkojnë fëmijët të drejtat e gjuhës. Kurse ato duheshin të arrin atë, edhe tani nuk kanë asgjë që t'i japin popullit, edhe po i lishojnë fëmijët. Po sido që të studentët shqiptar do të arrin atë qëllimin e tyre dhe besoj që shqipja do të bëhet gjuhë zyrtare. Është edhe në marrëveshjen e Ohrit. 5 dekada do të jeni në Amerikë. Mirë po asnjëherë nuk keni shkruar nga zhvillimet kulturore në hapësirat tona. Po këtu kam lindur. Po këtu kam lindur, këtu kam rritur 17 vjeçar dhe kam ikur në Amerikë. Edhe gjithë një vendinja më dhimbset. Edhe pse jemi të larguar, këtu na flet shpirti, na flet jeta, dashuria për vendindje, edhe atë askush nuk mund të na vijë dhe të na marrë. Edhe pse të shumtët na kritikojnë, na shajnë se duke jetuar jashtë, nuk e dim se si është, e kanë të drejtë, jeta këtu nganjëherë bëhet e më e vështirë në vendindje, po edhe ne sikur veçar kemi jetë të vështira, atje njësoj si e keni ju këtu dhe edhe kjo është më bën që unë kisha më tepër mundësi që jam jashtë të ndihmoj bashkëdhetarët e mi, kombin tem, gjuhën teme, vendet tona të cilat na takojnë. Na nuk është që i kërkojmë, ne këto janë tona trashëgimtare, edhe po disa njerëz na pengojnë, na ofendojnë duke bërtitur nëpër stadione shumë primitive. Vdekja e shqiptarit, është një gjë shumë e ndyrë në Ballkane, në botë, kush e dëgjon, ato janë njerëz të malit, njerëz primitiv, njerëz huligan që ende i të rrasin këto që në kohën e Jugosllavisë nuk i kanë thirrur këto epitete shqiptarit, dhoma gazi për shqiptari i mirë, shqiptari i vdekur. Këto janë vetëm njerëz të malit, njerëz primitive, për mua ato huliganë maqedon që janë, të tillë janë huliganë, janë primitiv. Në tregoni planet tuaja në sferën e kulturës, jeni duke punuar diçka, keni ndërmend të realizoni diçka? Mendoj në muzikë. Muzikë, letërsi, kudo qoftë. Në anën e muzikës po ende incizoj dhe po mirë me shumë aktivitete, po ashtu tani botoj librin tem të parë.
të jetës time, të organizatës, të familjes, të cilën është në fund të mbarimit, edhe aty do t'i gjini gjithë aktivitetet e këshillit, prej lëvizjes time të studentore të viteve 86, mandej të Partisë për Prosperitet, degës të lobit të New Jersey-t, Fondi për Bashkë Shqiptar dhe në fund është Këshilli Shqiptar Amerikan që si mjeti është një vit jubilar që bëhet 35 vjet themelimit të Këshillit Shqiptar Amerikan. Kur pritet dalin e votimit? Po shpresoj së shpejti brenda një muaj gjysmë mendoj të baroj unë të kompletoj librin edhe mendoj të dërgojmë në votimin shtëpinë votuese këtu në Shqipëri edhe disa do votojmë edhe në Amerikë. Jeni prej javë sot në Strug, si ju duket Struga sot? Po Struga mirë, Struga po zhvillohet, po ndërtohet, duhet të bëjmë puna më tepër, kanë probleme kanalizimi, kanë probleme të ujtit, kanë shumë probleme popullata janë atje, por po e shoh që po ndërtohet, kanë filluar të ndërtojnë, të punohet, edhe është shumë e rëndësi pastërtia. Duhet, nëse komuna nuk ka kohë të mbaj pastërtinë, atë duhet të organizojnë vullnetar studentët e gjimnazit, e të ditëveçarës për ambientin, kërkon pak pastrim ambientin. Folë veç Strug, nuk e di në jashtë. Po, problemi i migrimit, atë në shpresë se do ndërpritet Strug edhe në krejt listë të tjera. Po, ndërgjë, problemin e migrimit tu nuk do të mundem të tregoj se unë kam emigruar vetë edhe kam emigruar 78-ën. Problemi i emigrimit është në qoftë se ekonomia rregullohet, populli ka mirë, në rroga të mira, nuk vuan, shemë mbaron fakultetin, gjenë punë, merr një rrogë të mirë dhe mban familjen. Emigrimi gjithnjë është kur peskamjes, për varfërisë, se rrugët nuk mund t'i marrësh të botës për qefit, gjithnjë është varfëria. Edhe ato varen nga politikanë, të cilët shumë premtojnë, kanë folin shumë, por nuk po bojnë atë që duhet deri tani edhe s'kan arritur që të ndihmojnë popullatën. Nëse ekonomia ndryshon, politika ndryshon, ta bojnë të mundshme që njerë të mbajnë popullin e tyre këtu, se po mbushet me njerëz të huaj edhe do të mbushet. E kjo është, kret nga klasa politike. Pas një javët pa të ktheheni në Amerikë, me çfarë impresionesh do ktheheni atje nga kjo vizitë? Po, presioni e drejta nuk ka qenë negativ, ka qenë i mirë, edhe të vizitosh vendin s'ka gjë më të bukur. Edhe ndihem mirë, shpresoj në të ardhmen vit, se shpesh vinë Strug, vinë Maqedoni, Tiranë, Kosovë. Po. Faleminderit për intervistën. Ju pafshim në intervista tjera. Faleminderit shumë për respektin e nderin dhe ju përshëndes ju edhe teleshikuesit tuaj. Faleminderit.